Një skandal i ri ka dalë në pa në sistemin arsimor duke shkaktuar revolt dhe stres tek mësuesit që kanë dhënë provimin e kualifikimit. Qendra e Shërbimeve Arsimore, institucioni përgjegjës për administrimin e këtij provimi, ka dështuar në ofrimin e një mënyre funksionale për të pranuar ankesat e kandidatëve. Një qytetar ka denoncuar për redaksin ton se as forma online për dërgimin e ankesave nuk funksionon dhe as emaili i ofruar nga institucioni nuk ekziston. Sipas tij, çdo tentativë për të dërguar një ankesë rezulton e pasuksesshme në mesazhin e gabimit. Kërkesa juaj dështoi për shkak të një gabimi serveri. Më tej, ai ka provuar edhe kontaktin me telefonin zyrtar të QSH-s, por është përballur me një tjetër absurditet. Numri nuk ekziston. Denoncimi i plotë i qytetarit. Përshëndetje, doja të trajtoja me ju një problem lidhur me dërgimin e ankesave për provimin e kualifikimit drejtuar QSH-s. Ky është emaili që QSH ka ofruar për të drejtuar ankesat tona. Forma online për dërgimin e ankesave nuk funksionon, duke qenë se ka probleme me serverin. Gjithashtu, as me email nuk i dërgon pasi ai email nuk ekziston. Pothuajse çdo email i institucioneve në Shqipëri del që nuk ekziston. Nëse keni të mundur, bëjeni publike pasi mësuesit janë në stres të madh nga i provim dhe tani as ankesa nuk mund të bëjmë. Kam plotësuar të gjitha të dhënat dhe më shfaqet mesazhi kërkesa juaj dështoi për shkak të një gabimi serveri. Madje sapo provova edhe numrin e telefonit zyrtar dhe as ai nuk ekziston. Si është e mundur që një institucion shtetëror të ofrojë një email dhe një numër telefoni që nuk ekzistojnë? Pse mësuesit që kanë dorë në edukimin e brezave të ardhshëm trajtohen në këtë mënyrë? Kjo situatë vetëm sa shton dyshimet për mungesë transparence dhe serioziteti nga ana e QSH-s dhe Ministrisë së Arsimit.